Vesh mjetën 100.000 euro. Kem traktor 12.000 euro. Kem Rakovice 7.000 euro. Këtu me shtëpi me kredi kom ble prej qësajna, pa as një mundim t'jashtit, po t'kallzoj drejt. Apo nëj plet love, apo nëj në bojtësi, apo nëj në spec, oj së më vjen marrë për vallaj, pasha zotin, qytash që më thonë shkejto, më nuk tam qenë speca. Unë kom qel kanala sene, në për banjo krejt, edhe së më ka marrë, e po më vjen marrë në speca. Jo, vallaj së më vjen marrë. Kur pishman nuk i bi mo edhe që më këthuj që të qek. O, s'kabrë me vendon t'kallzova. Era si të vinjë në Kosovë, era Kosovi vjen sajna. Po i thëmë krejt, mos lakmoni jashtë se nuk ka sen jashtë. Qëto që e ki jetën tane, bile punion e din çka bën. Përshëndetje prej Çifllakut të Rahovecit. Sot kemi ardhur me taku një fermer i cili quhet Ramadan Goshi, edhe kultivon kryesisht speca dhe lakra. Tash po shkojmë pe takojmë, pe shohim më nga afër punën e tij, edhe po shohim çka ka me na fol. Moti na ka marrë sot pak shi, po nuk ka lidhje se prap nuk na ndal punën. Hajdeni të shkojmë ta takojmë Ramadanin. Ramadan, ç'shije? A e lodh si e? Ajni mirë, jo, ajni lodh, ajni mirë. Mirë, jo si e ne? Vallaj mirë. Qësh po kaloni? Mirë si. Të punon vallaj, si me bujësi, ma si bujk. Qësh po tec, qësh po janë ditë tua këto? Mirë, vallaj, mirë, knatësi ma të madhen e nuk kom po vallaj. Mirë po punojna me speca, me lakra, me krejt, në për trege. Qësh nis dita jote Ramadan? Dita ime nis të kesh, qonën me ngjes, pim kafe, me vllazën, me motra, me nipa, shka jena, qonë me ngjes, pim kafe, fillon mirë, edhe vazhdojmë punën tonë, qa kena për të tyre. Në ca ora qohesh, qysh... Valloj, tash verës, kur kena pas përgatitjen për mi mill speca, vina qu ma herët, se ti e din që akon verën nxejt si vjen. Një ora 5 na qu, te në ora 9, shkëshëm të shtëpia, se nxejt. E tash dim një qonë pak ma vonë, ka ora 8, a vedi shtesat hiqët një farë lakë që i tholim na, me dhe vina nërë me nuk speca. Apo na fol pak ma shumë për vetën Ramadan? Për vetën unë pa t'kallzoj drejt, unë jem konë në Gërbet. Jem dalë në 2016, atëherë jem dalë edhe me pare, 4.000 euro. Po në Zezën, edhe kom vendosë që një vit qëtash për vitri, bëj që jem këthuj. Do me thoj e këthy prej Italis? Për me punu shtë. Për mju bashkan gjitë babës, nanës, vllazën, familjes, motra, krejtë. E qatë shtini mu këthy mas këtyre viteve Valloj bre, ti lauret më shtini që do që ma ka lajki. Në Itali nuk ka sanis. San s'ka po thua? San s'ka në Itali, hish absolut, hish s'ka san në Itali. Po sa i nëzërshës, qëfar rrugë e merë shatë? Valloj lauret mund ka ra rruga të në 2.000-2.500 euro, po banese, në rrimen, në hëngën, me pi, në i kafe, në i sen, valloj. A minimu shpijes, a minimu vetit. Ka herë linsha vetën kesh me që shpijes, apo këptën? Edhe në fund nuk dilke... Hish, 200 euro, 500 euro, së më kam metë shumë. Do me thot ti po të regën që nuk është jeta atje që shepojnë? Valloj, jo, nështë prejken ata që e në mërgjimtarët, vish pa du me të kallzu drejt, valloj si vend në jytë nuk ka. Pasha zotin si vend në jytë, gjeneratin, knatësin, familjen ma ofër, s'po disha me tanë, unë nuk jam kundra mërgjimtarëve, inshallah ata i runë zoti, po ma mirë se në vend tanin, s'ka, se shumica janë ka kthejen, shumica janë ka kthejen në Kosovë, se peshojnë edhe atje, se s'ka, nuk falin pare, se atje valloj, nuk falin pare, ama këtu është jeta ma mirë. Ama jo se e bojnë atje tesën jashtë, diqysh hajtë se kena me shku jashtë, e bojnë kështu si një loj lukse, përsa ta. Ko kom qenë moshën 16 vjeqare, ditëshin ata shokët e me a babë që dole edhe one, e provova, 3 vjetë kom nejtë më shel, pa orë në Kosovë, po në kam, tesa e kom fitu letrat, unë e letrat i kam edhe të përgjeshmet, kur du mëj me shku, po njerë s'do me shku, se kem punë shumë, du në minimum, familjes, vllazën. E që janë ka ato ditë në kamp? 3 vjetë i ke qu, me telefarnjeri? Ato ditë, vetëm një herë njoftë e këna marrë telefonin. Vetëm një herë njoftë, edhe po të kallzoj drejt që tu si motër, na kuj na dal jashtë për mu shëtit, na kapshin, ajo ka emnin edukatore, sikur në shkollë, na kapshin dorë për dore, mos me në nëshu.
Neve, Kam t'Italisë. Kam t'Italisë. Qash i vogël që më ka. Po familja çushe përjetoj? Familja përjetoj këse baba thë ke, le e parë thë ke, 4 mjerë sanction, po e hupi djalin, unë jem dal, nuk jem dal kështu me kera, po jem dal me anina për deti. Në për deti, Me gomone? Me gomone, mo zët, sharrojna, ша kisha me mo, edhe po t'kallzoj drejten, beba të bëj, kom pasën një 2 veta më të maj se une, me mosh më të madhe, une prej Kosovës te atje të knojmë. Të knu, ka daldale. A më Ramadan një rrezikshmëri, këgja e madhe, jeta vdekje, edhe pse more atë vendim. E mora vendimin, thash kishe minimum. Një jetë ma të mirë. Një jetë ma të mirë, minimum pak familjes, pak ta me bojci, pak une, po e pash valoj se është. Nuk dëllë që ashtu që ke menua? Jo, valoj jo, pashat madhe në zëtë jo. Unë muj me shku për nëjë turizm, me shku atje, po nuk të me jetu zdan? Jo, me jetu, jo, sigur vend e jem s'ka valoj. Se kret, po të bëj be, kret për qësajna i kena ba. I kena ba me traktora, me kera, me kret, me kret. Ta në sendet nuk ka send që se kam shpitene, pasha zotën. Krejt i keni bo me punë të bujtësis? Krejt me punë bujtësis. Tash kemi mundale edhe të kjo pjesa e punës tonë dhe të pjesa e bujtësis, po a më nëshme nga folë pak ma shumë për jetesën atje? Valoj, shumë të kalëzova ti jetesa, shumë e shtirë bre. Gazetare, shumë jetë e shtirë, unë s'pa di shumë me tonë valoj. Por mu ka qenë një jetë e shtirë valoj. Një jetë e shtirë, i vetëm, pa krah, familjen këtu, s'dike a me punu, a me të mimojt e familja. A kanë, a s'kanë, ka pa marrin, ka pa merë baba, ka pa merë nona, a mas pas mu dikush, a si valoj, s'pa di shumë të kazu, jetë e shtirë valoj, jo. Mu nuk ma dënë, valoj nuk ma dënë, qëtarë be më thonë, hajde në Amerika, në Zvicër, nuk shkoj bre valoj, si lanë, nuk e lanë vendin tenë, tokët e mija. Ti po thu, ja kom po hajrin punës me bujtësi, ja kom po hajrin, unë e pa të kallëzoj drejt, vjetë, nështë ju ka ra me ble për të shia, po të bëj be, lakna ka qenë 80 cent kilogrami. Për 100 kila, 100 euro i merke për të shi. Edhe unë vinke turp për me thonë 1 euro kila. Vjetë, a si vjetë, je këna njëse një javë, po si vjetë on 30 cent në kila. E lakna, 30 cent. Nuk është keq, vish ka deshti lumi Allah, jenë bon këret prodhimet mirë si vjetë. Me speca, bereqet ka quj lumi Allah, sot dush, a i në bon me lakna, a i në bon me speca, a i në bon me miser, kret jenë bon. Që edhe ky, miser jenë. Po edhe ky, a? Po edhe ky. Edhe për shijet krejt? Pak i kem toka tona, një ma shumë i kena... Sa hektar tok i punon ti krejt? Krejt një si vjetë që i kena mjell 10 hektar i kem tok. Po shumicën e kem me qera. Okej. Për shembull që ta paguj 1.300 euro. 1.300, po qera më vëllaj. Tash demekte, na kem zakon sa herë të bjen bryma, nja jo japëm parët atyve të zotitares, ja japëm atina, apo kuptojsh. Amo prom jena tut vëllaj, edhe për prom jena tut se po bjen brym. Djetën ditën e gatë kanë vjetë vllaznia, motrat, nipat, gati 100 tha speca, se mera brym, atër i prish. Mera brym, del dili, këta i prish fill. E mos 7 cent, tani jesëm vitëm e lakë në jesëm. E Ramadan, a dojnë kujdes specat? Qysh kujdesën e për ta? Valoj, na kujdes dojna, vetëm shëqër Zotit, si vjetë kena pështu mirë. Ka deshti lumi Allah, breshën s'ka ra. Edhe atyve që ju ka prej, kum vjen gjëna, se pa mundohen ata fshatra qirë që ju ka ra breshën, ju ka dëmtu, është dëmtim shumë i madhë. Po të bëj be, na 25.000 euro i shtina në fillim, me plija, me rasada, me lavra, me traktora, me krejt, njëherë du të me shtinja tërë për me nëzërë, du të me prit vëllaj. E do me thonë krejt që të mund që të sakrific jeni në gjanje me bo edhe ke vendos me mbet në Kosovë dhe mësë më largu jashtë. Unë e kom mbet që të qenë Kosovë dhe ma nuk shkoja nëjna kom vendos, nuk du me shku një. Zdu me shku, edhe kom vendos me punu hala. Kom mundësi në mëtë, edhe 10 hektarë, jashtojmë 20 hektarë, mjëllëm në speca.
E sa po shkon kilogrami specave ose thos? Në fillim, po të kallëzoj drejt, në fillim ka shku €1 kilogrami, po tash ka rarë. Po tash po i fusëm ndo rjeta, ne i thojmë mrezha, 3 kilçe. Po tash ka rarë €2 të shku, rjeta. Nuk kanë të shku qa shumë shtrejt, se tash 80% e kanë krytur shien, po aty këtu kush ka met, po specat shkojnë, të heri në fund shkojnë speca. E kur vjelen krejt, kur mbaron sezona atyre? Sezona atyre, të heri sa të bjen bryma. Deri në qatë moment? Deri në qatë moment, deri në fund të torit ka speca, bova ki edhe në torit. Kur e ka shkruj lume Allah, me shym, i shym. Hajde maknese po të rukë shiu. Ja, sërë problem. Kur e ka shkruj lume Allah, këta përfondoj, si të bjen bryma, unë të kalzova, si të bjen bryma, rezën dili, ta mos ka sen për tynve. Apo na full pak ma shumë qyshja ke po hajrin punëve të bujqësis? Valoj, pa të kalzoj drejt, unë ja kom pa hajrin shumë. Se me qitë bujqësi, pa të kalzoj drejt, me qitë bujqësi kom ble edhe tokë, edhe shpi kom ble për qësaj punë. Do më thonë, prej qësaj punë ke ble shpi edhe tokë? Shpije, toke, krejt 36 ari kom ble toke, me shpije, me krejt kom ble prej qësajna, pa as një mundim t'jashtit, pa të kalzoj drejt. Kena në të familjet në Gjermani, po pasha zoten, pa të kalzoj drejt, një herë nuk e lypëm. Jo për t'i shka, nuk kem nevojna për me lyp dikuna, kur kena shëqër zotet e kem meshtnajt, nuk kem smuja për dish, tash baba nana ta ka plesnijën e vetë. Normal që smuën duhet me qute i mjeki, po ka dasht e lume Allah, na fëmija jena shumë mirë. E sa vlazër në edhe motrë? Na jena 5 vlazën, edhe 2 motra. Edhe krejt mirën i me punë bujqësis? Krejt mirëm, kom një motrë kom martunin në vështri, një motrë kom hala punën me neve, nuk në dahet pashat madhin, zëtën që na vish hala bashkë me neve shkon. Sa vjeqare është? Është në moshën 28 vjeqare. Nuk në dahet hiq me neve valoj, që do vjen natin min rrug të apivët që i thujmë na, vjen me neve s'na len vetëm. Pasha zotën. Do me thonë e bën këtë punë dhe bravo i qofë se... E bën këtë punë, nuk ka... është shumë e respektushme, nërshme, me krejt, hiç nuk është e marshme kështu. Vish punëtore kam vallaj. Nuk ka qik ma punëtore se ajo. Se motra jote. Vallaj, nuk ka. Edhe sa mirë që pe vlerësan edhe pi vlerësan mundin edhe punën. Vallaj, që është ava thëmë vish, e vlerësoj mundin vish, inshallah, pillu zotit e qënë zotit ku është vendi maj mirë se asajna nuk muj mja pagu. Unë se s'po disha me tonë, s'muj mja pagu asaj, se ka hek shumë. E unë tash po të ngacmoj pak, për krejt këtë mund a ke vendos me i lanë tokë ose diçka pasuni motrës tane? Motra jeme ka gjithmonë pasuni. Gjithmonë, her do kur do, motra jeme, her do kur do që të martohet, motra jeme ka hisën sot je gjallë te une. Te une, te baba, te vllazënit, krejt, derën qelë gjithmonë e ka. Derën qelë po dhe hisë do më thonë? O dhe hisë shka t'ja do shpirti bre. Bravo. O shka t'ja do shpirti vallaj. Bravo të qofë se do të me vlerësu mundin jo, me edhe vlerësu, sakrificën e vojzave. Shqyr zotit që kom, është e nashme, ti i ki pa tash këto që pa dalin, nuk është motra jam atë në vallaj, jo për diçka po nuk ja bon dërgjigje, se është e respektushme, është e moralshme vallaj. Krejt një fshat të ngjojnë që është punëtore vallaj, një fshat. Edhe ju po ja, çaj kishe thonë qëtash për qësoj video motrës tonë? Motrës tem, që shet qit video, i kisha thonë ma së mlafë zoti pa ti. Ko të shkon një derën e huj, shka me bana, se i na mësu me ta. Edhe jo, një qënë për gjumë, qu, se kime shku me vjetë speca, qu se bon zaj, qu se këtë më ra shije bryme. Krejt vlaznive që na troket për më qunë me gjesë, vallaj. Unë s'po disha me ta veç për qërë zotit që e kemë që të mutën. Bravo të qofë që po ja vlerësan. Jo vlerëson, po o ja vlerësoj motrës te i rinë vdekje. Te i rinë vdekje ja vlerësoj mundën e sajna. Sha ka ba mundën e ajo, as një qike fshati që të që nuk bën mundën ma shumë se ajo. Vallaj, shumë është punëtore. Bravo. Ramadan, ti me qëtë punë, thaj që ke ble tokë, ke ble shpi, ke ble edhe kërë. Në shumë a shumë të mdoja, qëfar shumë e... Po i vetëm mjete, s'pa thonë vish mjete kem një 80.000 euro, vish mjete. Mjete bujqësore, do më thonë. Mjete bujqësore, s'po hinët e ato shka del plaki me Mercedes, me Audi, ato pilon e anësh, a kupton? Kem traktor,
që kom ble 12.000 euro. Kem një Rakovice, i thojnë Rakovic traktor, 7-8.000 euro. S'po folëm me këto mjetët bujqësore, 100.000 euro krejt. Do më thonë veç mjetët e bujqësisë? Veç mjetën 100.000 euro, veç mjetën 100.000 euro. Po tokë edhe shtëpi që ke blisë, çfarë shumë e bëhet fjalë? Tokë edhe shtëpi, se këtu shkon toka shtrejtë, valloj 7-8.000 euro. 8.000 euro veç tokë e shtëpi. Që kena ble shtu me qëtë lami, me qëtë punë që kena Me qëtë punë do me thonë e ke ble? Me qëtë punë, me krejt qëto që. Kena ble me ljope, me krejt kena. Do me thonë krejt që to gjona i ke fitu për mes tokës? Për mes tokës, për mes që ti ma shkur të shqip me speca ke ble me shtëpi, speca, me lakna, me krejt, prej që sajt toke, ke punojmë na për qyshime speca, na krejt sandet që kena ble, me toke, me kera, me krejt, kur vëlloj s'na ka fol, hish. S'na ka falë kur. Gjithë shka fillon prej tokës edhe duhet me adit vlerën edhe kimetin që thujnë se... Duhet me adit vlerën e kimetit, po të kalzoj drejt pashat mallin zët. Do pa thojnë e kini kalaj. Vallaj nuk e kem kalaj, se na investimin për banë 25.000 euro, 30.000 euro investim për banë. Edhe masanina një më t'i keq që au prish edhe au gjun krejt këtë investim... Një më t'i keq që thojnë natën e mirë që thoi, një më t'i kesh një prish krejt, vish Allah runa, jo vish mu, po krejt kush ka, kush mill, bujtësi, Zoti ja rujt, kush mënohet, Zoti ja jap. Se valloj pa punë nuk ka. Valloj në Kosovë ka pare, me dasht me najt ka pare në Kosovë. 50 euro bron dita sot valloj, 50 euro, 20 dit 1.000 euro. I ka hy vlera dhe Kosovës, nuk ka ma, unë vetë valloj për veti, kom punu me 10 euro në Kosovë. Me 10 euro kom punu në Kosovë, edhe le që kom punu 10 euro, ja bëj halal, po ku vike mbramja dhe kja ti jap nesër. E ma nuk ka kështu, sot, alo pa kry punën, për ti e paret, 50 euro, 40 euro, sa në dita punëtorit. I ka hy vlera dhe punëtorit, në ditë sotit i ka hy vlera. Punëtorit thjesht, që nuk din sen që të arshe, 40 euro ka maksimum. Nështë ta vlera i ka hypë edhe janë rritë, nështë ta pak pagesat, po edhe çmimet janë shumë të shtrejta. Çmimet në Kosovë katastrofë janë. Po të kalzoj qëtash për momentin që shi pashone, ka me hy vlera, alo, se dim një pa thojnë, ka me marë si vjetë shtrejt. Edhe ka me marë dimin katastrofë, që s'ka marë, që s'ka marë vjetë dimin, si vjetë ka me konë dim një ekstrem. Edhe bepa të bëj me 50 euro nuk di njëri që ka me blenë në Kosovë. Mirë, unë jam i knaqen që i vlera. Unë jam i knaqen se për para me 10 euro bro shi që margat, me 10 euro, 12 euro. Valla, shka me bo me to 10 euro? Nuk dilëshim pasha zotën, a? Hiq, qatë pare shka merë shumë një ip shumë babës. Na, qëre, alo, na zët shpilaki nuk e kina. Alo, kim babën, a? Zdo sen, si shkovon, si shkoj vlaj në pazar, shet shka ka me shit, në shumë vimi a dërzojnë. A, ju ka ro ma mirë? Ma mirë. Unë jam i knaqen që shkojnë dakord me vllazni. Po. Edhe që shkojmë dakord me babën, dorëzojmë alo zërë shpillakin. Shqyqyr që kena, e kem... Bravo, po. Babën, jo që përdo me livdu vit, babën e kem shumë të mirë. Ashtë zemër mirë, ashtë i meqëm, në mas me pas babën, pa në thonë baba, në sikë shumë milë në specat. Ishëm silë rrugëve, qështu që ishëm silë, po, shqyqyr se kem. Do me thonë ti, Ramadan, ke punu për 10 euro edhe ti ka në vënu parët. Ti ke në vënu vëlloj parët, se ke s'kam shumë i banë, ta shumë. Edhe masane e detyru me shku jashtë, je shku jashtë me gomone, ke reziku jetën tonë edhe krejt, ke qëndru 3 vite në kam. Po. Edhe masanina ke vendos, mas disa viteve puna atje, 4-5 viteve, ke vendos më të Kom vendos vëllaj, kom vendos e parë që për hy vlera dhe Kosovës. Po i shohe, tu asije, tu shkull me speca, me sene. A e thash ta përvoj të kthejnë në Kosovë. A tro keq? Ja, së më karo keq. Kisha? Po, hish, kur pishman nuk i bi ma edhe që më kthy që të qek. O, s'kabrëm me vendon të kalzova. Era, si të vinsh në Kosovë, era Kosovë i vjen kësajna. Hala pa inç, era nani vjen Kosovës, era nani, që qërë se e kena kitë Kosovë. Valloja, ka parë edhe këtu. Po ju thom krejt popullit shqiptar që më linë, që më she, po ju thom krejt mos lakmoni jashtë se nuk ka sen jashtë. Qëto që e ki jetën tonë,
bile punon e din çka bën. Jashtë a rrezikove, atë mytin e kosh, jo shkojnë e kun, jo asi, ma mirë si që të në vend tani nuk ka bre, për jo kalzoj edhe krejt gërbeqarve, njështë nuk jom kundra tyme, po ju thëmë se i ka hy vlera dhe Kosovës, nuk ka Kosova që thonë ajo ka nga sikur përpare që pa thonë, po është Kosova, ka hy pak nivelin e vetë. Po thu ka ndryshu për të mira. Ka ndryshu Kosova, ka ndryshu shumë. 100% Kosova ka ndryshu. Krejt çmimet bre janë shtrejnë, si të hypin çmimet e marketit, hypin çmimet e specav. A ke po, të na i ka me zanati si të bjen shi, di se çmimi specav ka me hyp, apo kupton? Po. Se ka shumë, ka herë zë vite nuk shkojnë, po si të bjen shi. Tash, çmimi shtrejtohet, ma shtrejt. I hyp vlera. Edhe atë ka ardhë në herë tërp me punu. Jo veç punë të bujqësis për qa do të qovë. O, hiç besëm jetë, jo vallaj, hiç së më vjen, apo nëj në plet love, apo nëj në bujqësi, apo nëj në specë, hiç së më vjen marrë për vallaj, pasha zotën, qytash që më thonë shkejtë, më nëjë tam qenë speca. Nuk është marrë, motre. Po, nuk është marrë, bre, unë fushka. Sa është marrë me punu, ku pa punon të familje jote, nuk është marrë me punu, tonë, tuk tonë edhe e vërtet. Unë e kom qelë kanala sene, nga për banjo krejt, edhe së më ka marrë, e po më vjen marrë në Svica. Jo, valloj se më vjen marrë, edhe me ardhë prej Amerikës, me ardhë dhe huja, shka për bënën, i thamë, working. Që i thënë, me speca, së më vjen marrë. Po bravo, kështu jetë njeri për para, dhe ti me qëtë punë e keni regullu jetën e juja dhe jetën e familjes. Jetën e familjes, edhe shkur të shqipja keni pohojri, njëri vend tanë, edhe bravo, shumë bravo. Normal, jem vend të unën edhe çdo sen po jetë mirë. Ramadan apo na fol pak ma shumë për punën e specave. Sa kilogrami nxjerr? Valloj Apo ton? Valloj, për kilogram nuk e di veçesin bol vallaj. Po, a shumë. Për kilogram një s'pa thon vit një çikjo i çet një 30.000 kg i çet. Çikjo vetëm çikjo ja 30.000 kg i çet. Apo do të thon 30.000 euro ka qenë investimi e sa i nxjerrni në fund sezonit. Vallaj, çore tash se kena edhe shpenzime. Normal, patjetër edhe mundi edhe lodhja. S'pa thon shumën, po më nxjerrëm shumë. Unë të kallzova jem të kënaqur. Për shembull 500 kg, 500 euro. Ka vlerë, apo kuptosh se në euro është kilja. Boll ka vlerë. Me që i qetë shumë me pagun shumë vallaj. Ka prodhim, unë të kallzova, bërëqet, ma sikur si vjetë, kur një teme nuk kom pa që shto që mu ban bërëqeti heret, si shalqini, si speca, si krejt, e ka që i lu me Allah bërëqetin. Pashat madhin zotë. Nashta që edhe je këty prej Kosovës, ka ta ka përqafu zoti ati din. Ma për ata dhe po, edhe zoti e din që punëtorit ja jep gjithmonë. Pasha zotëna. Valloj punëtori që është punëtori ja jep zoti gjithmonë. E sheh edhe ai që i të punu me vullnet, edhe te jep marrën. Edhe juve ja ka jo, bravo e qoftë. Për fund Ramadan, a ki edhe një mesazh të fundit për me po? Për fund, kësha thonë gjithve, edhe atyve në gurbet, jo që ju bëjt fala krejtve, edhe shqyr zotis edhe pa ta, nuk bën, apo kuptosh, po kush dënë me arë në Kosovë, let vjen se Kosova është Kosovë dhe me punu në vend tonin, nuk është marrë. Ju kësha lut krejtve, moshës teme, moshës ma vjetër, hajdi në Kosovë se është Kosova e mirë për me punu. Në Ramadan e po shiki edhe misër. Sa hektarë ose sa ari tokë i kitë mbjellona me misën? Misër i kena 3 hektarë tokë, po këta nuk i kena kështu për, apo dish për me angë, për kemë për bakti, për lëp i kena, tash edhe një javë filloj me silazhin, për lëp, a kupton, ne i thojmë silazh për lëp që banët, po tash e banë edhe për lëp, mas me konë qëta lëp, edhe dish qesin qëmështë ma shumë me manë mirë, apo kupton, që edhe vazhdojnë. Sukseset jashtëzakonshme dhe po ja uroj gjithë mirat edhe bravo që mundoheni edhe që punoni kaq shumë për veten e juaj po edhe për vend juaj, se kjo është në të mirë edhe në vendin ton, kur kthehen njerëz prej Mërgatës edhe vendosin me punu edhe me kontribu këtu. Faleminderit edhe për juve për këto fjalë të mira
Qita janë për juve, për ty gazetare edhe për kamermanin që Faleminderit shumë. Në fshatin tonë më të bukur që fa. Shumë faleminderit. E na me kaq po e përmbyllim historinë e sotme edhe shihemi prap me një dhuratë prej Ravecit. Ciao!